Dhe ja ku jemi bashkë dashurmish, po vazhdojmë të mbesim tek maji dhe tek shëndeti mendor. Pas materialit që pam nga klinika gjermane, e thash edhe në fillim të emisionit që temat i kemi shumë sociale sot. Hajde Folim është një platformë online që ekziston që nga viti 2021. Sa e mirë është që her pas here t'ja japim vetes kohën të marrim frymë thellë dhe ta njohim veten, të flasim me veten dhe të njohim emocionet tona. Shpesh nga ngutia për me arrit, e tha dhe psikologja ma heret, nuk kemi kohë ta njohim as emocionin ton, nuk kemi kohë ta përjetojmë as dashnin ndaj personave ton të afër. Thjesht krym obligim, si nan, si motër, si vajzë, si shoqe, i krym obligimet sociale ose morale që kemi ndaj tyre, por nuk e kemi një ndjesi që përjetojmë për shkak të ngutisë dhe dinamizmit që na merr përpara. Dhe nuk ja japim vetes 1 minutë, 2 ose 3 ose më shumë, që të nalemi, të marrim frymë dhe të flasim me veten. Se çka na bën të lumtur, se çka s'na bën të lumtur, se çka po na prish ditën, se çka po na ndreq ditën, e shumë pyetje tjera. Hajde Folim është një platformë që ka misione dhe qëllime të tilla, psikologjike dhe sociale. Një platformë që ndihmon shumë, sidomos me aktivitetin e fundit. Por do të njihemi më shumë me Hajde Folim përmes personave që kanë ftuar si përfaqësues të krejt ekipes së madhe që punojnë dhe që kanë këtë mision dhe që po arrin ta dërgojnë deri në fund, e duke përkrahur edhe medialisht i ndihmojmë edhe më shumë që të hyjnë në treg dhe target grupi i tyre të arrihet sa më shpejt. Të ftuar sot në emision kam Egzona Gigollaj, psikologe dhe dizajnere e produkteve Hajde Folim, dhe Ardiana Shillova, koordinatore e partneriteteve, njëkohësisht pedagoge sociale. Të dyja i kam studio, mirë se erdhët. Mirë gjetëm, faleminderit shumë për ftesën. Mirë po atë studio. Edhe më shumë faleminderit për krejt hapësirën mediale që me e paraqit rëndësinë e shëndetit mendor, sidomos në këtë muaj që veç e cekët edhe jo pak ma herët që është muaj i ndërgjegjësimit të shëndetit mendor. Shumë kënaqësi Egzon. Faleminderit shumë Egzon, faleminderit shumë Ardian, dhe faleminderit shumë në emër të krejt qytetarëve që janë fans të shëndetit mendor, sepse po e them në këtë mënyrë se duhet, unë e thash edhe më herët, ta kemi prioritet dhe duhet ta duam shëndetin tonë mendor për të pas një shëndet përgjithshëm më të mirë. Po doja të shkojmë kështu gradualisht me u njoft pak me Hajde Folim platformën. Çka është dhe cili është qëllimi i Hajde Folim? Atëherë, platforma Hajde Folim është një platformë digjitale, i përbën prej 7 anëtarëve, cilët punojnë vazhdimisht. Ideja e Hajde Folim është kriju fillimisht si një faqe në Instagram, krejt e thjesht, në pas periudhës së pandemisë, do e pa parasysh që sa shumë e kanë pas nevojshme njerëzit me informu me gjana që po i te kalojnë ditëve të përditshme. Edhe ideja ka qenë me informu njerëzit pak ma shumë rreth shëndetit mendor edhe sfidave që kanë qenë atë kohë të u përballë njerëzit, po që janë edhe vazhdojnë me qenë po aq të rëndësishme edhe si sfida në ditët e sotme. Fillimisht është kriju pra si një faqe thjesht Instagram, edhe mandej gradualisht njerëzit kanë qenë shumë të interesuar rreth kontentit që kemi shfaq në këtë faqe, edhe ja ku jemi tash. Ja ku jeni, duke u rritur dhe duke u bërë një familje shumë e digjitale, ku faqja Hajde Folim përmban më shumë se 17.000 ndjekës aktiv, me cilët i ndajmë informacionet, edhe mundohemi që përmes Hajde Folim me sjellë informacionet të nevojshme për njerëzit, ndonë se jo përmes terminologjive shumë të rënda, që njerëzit mundet me ju dok pak sikur me ju ik, ose si me pas frikë për to. Ideja e Hajde Folim është me i kthy ato terminologji në gjuhë më të thjeshtë dhe më të kapshme për njerëzit, që edhe me ju shfaq interes, por në anën tjetër edhe me përfitu prej aty në informacioneve. Është çdo projekt kur niset dhe për të me arrit qëllimin që planifikohet, ka nevojë edhe për mbështetje, edhe për partneritete, edhe për njerëz të cilët e kuptojnë dhe e kapin saktë atë misionin. Si koordinatore e partneriteteve, po besoj që është prit mirë si projekt Hajde Folim dhe si është prit tek partnerët tjerë. Po, në fakt u prit shumë mirë, sidomos në çdo kohë të fundit, kanë shpreh shumë njerëz dhe kompania ndryshme interes. Jo përveç lojës që u lancu që tash, po edhe ditarit që u lancu më herët, edhe mu përdor dhe mu integru këto produkte, për shembull në për kompania në zyra ndryshme, për shembull me trit, me punëtorët, sidomos përgjithësi u prit shumë mirë dhe ka shumë interes.
edhe qaja pjesë për në shumë të lumëtër, se normal që edhe një rrjetet sociale po përhapët shumë a shumë edhe po diskutojnë shumë a shumë edhe qaja është qëllimi hajde folëm. Po, e gëzon, ana psikologjike gjithmonë është shumë e rëndësishme kur shpjegohet edhe ndikimi, sepse jemi empatik si popull, kështu i përjetojmë gjanat. A mendon që emni hajde folim ka qenë ajo vegza kryesore e qëllimit juaj, sepse e thot mbi 17.000 shumë shpejt që mbo, dhe njerëz kanë nevojë edhe dojnë me kanë mirë nga shëndeti mendor. Pa tjetër. Mendoj që edhe kështu nëse hini në faqen tonë edhe shini, gjitha postet edhe gjana që i bojmë kryesisht e kanë edhe, mundohemi edhe përmes emrit me qenë sa ma afër njerëzve, të përdorë që si emra që nashta i përdorim njëtë përditshme, edhe i përdorim edhe me vetën, edhe me personat e tjerë, që pavarësisht që është platformë digjitale me undjes sa ma afër nesh, edhe përmes botës virtuale, dhe me thonë. Pavarësisht që nuk jemi kështu fizikisht, po përmes platformës, përdorim ngjyra, content shumë të ngrohtë që njerëzit me undje ma të afërt me neve, edhe ma mirë kur i shfletojnë postimet tona. Ta jep ndjesin si kur dikush ka me nëndëgju prapa Instagramit ku shkruaj. Pikresht. Po, a ka njerëz të cilët me të vërtet kanë shkru për një hall dhe ju e keni orientu tek profesionist shëndetësor dhe hallin e tij, problemin e tij, shqetësimin e tij, caj e keni nda duke e dërguar te një psikolog ose psikiatër? Pikresht. Platforma hajde folim, dhe më thonë qëllimin e ka me informu njerëzit sa ma shumë rreth tematikave të ndryshme sa i përket mirëqenies mendore emocionale. Tu e pas parasysh që na nuk japim shërbime direkte për ata persona, patjetër që na i referojmë përmes lidhjeve tona ose veç mundemi me i sugjeru, që është shumë e rëndësishme për neve që ata bëhen të vetëdijshëm, për shembull ku me kërku ndihmë ose veç dojnë me kërku dhe nuk dinë ku. Na jemi gjithmonë të gatshëm, për neve është shumë e rëndësishme që arrisim qëllimin, vetëdijsimin e tyre përmes platformës tonë, edhe mandej jemi të gatshëm e ju ndihmu për ndihmën e më të tjeshme që ata ka nevojë. A kanë këtë gatishmëri personat kur i kërkoni përkraje qofshin financiare ose me ju mbështet në projektet e juaja? A ju kuptojnë në këtë mision? A janë kërkues në diçka tjetër? Po në fakt ka fillimi normal do të më eduku të gjithve për misionin tonë, edhe normal kur është edhe qaj marrëveshje kuptohet që edhe ata përfitojnë edhe na përfitojnë, edhe populli përfiton mas shumë të. Se si tha Egzona ma herët, ka disa njerëz që ka nevojë për orientim, edhe nëse na nuk i kena që ato mundësia tash, mja afru popullit, kena mundësi mja afru serviset që nështë ndonjë organizat tjetër i afron, kështu që ka bashkëpunime shumë, edhe ka mundësia sa dush, edhe na vjen mirë neve që në fakt na menojna që nështë njerëz nuk kanë interes ose kanë marrë me fol me njerëz tjerë, po ka njerëz që ka nevojë edhe e lypin atë ndihmë, kështu që mujna edhe se jo. Egzoni që andalë shkurt fillimisht të kjo që ka qenë 2023, apo? Po, ditari është lansu në 2023. Po, që ka të bëjë ditari? Ditari hajde folim me vetën, ka për qëllim me qenë ma afër vetës, me reflektu. Brenda ditarit ka ushtrime, ilustrime, informacionit ndryshme, rreth shëndetit mendor, edhe ideja është që na me qenë kontakt të vazhdueshëm me vetën, jo veç një ditë, po përderisa gjatë kësaj periudhë që na vendosin për shembull me pas ditarin. Ideja e ditarit, siç e thash më herët, ka qenë kontakti me veten dhe reflektimi sa i përket gjanave tona, emocioneve tona, mendimeve tona. Në ditar përfshihen shumë ushtrime të ndryshme, është dizajnuar edhe me psikolog, të cilat janë zgjedhë një mjeshtri, kisha me thonë, teknikat edhe gjanat që i përmban ditari. Ka pas një sukses shumë të mirë edhe ditari që është prej 2023-ës ende vazhdojnë kërkesat për ditarin. Edhe është njëri prej produkteve prej ma të mirë që i kemi kriju, të pas parasysh që është si mungesë në tregun shqipfalës. A është ende në trega, mund të blenë në për libraria, po? Dhe këtë ditar rekomandohet që në fund kur plotësohet dhe kur ta njohim veten, pasi që kemi folur, a rekomandohet të kemi një seancë psikologjike me një profesionist të shëndetit mendor që dhajt na tregoj pak
Ku jemi? Shumë pyetje e mirë, faleminderit që parashtrove këtë pyetje. Ideja e The Forum, sidomos editorit, është me qenë kontakt me vetën. Përmes kontaktit me vetën a kemi me mbri besoj, kush ma shumë e kush ma pak me qenë edhe të vetëdijshëm ose me u bë të vetëdijshëm gjatë procesit kur na e kemi editorin në dorë. Edhe mandej në momentin kur na jemi të vetëdijshëm për gjendjen tonë emocionale, për mendimet tona, për diçka që na kishim dashur me ndryshu, që s'është diçka të funksionu sipas mënyrës që na po dojmë, po është diçka që po na nal për sukses, atëherë pjesa më e mirë është me kërku ndihmë profesionale tjetër. Ideja përmes editorit është më u bë vetëdijshëm individualisht për nevojat e tua, edhe mandej me vazhdu tutja në momentin që ti e sheh që ki nevojë, se për ndryshe editari mundet me qenë edhe vetë si reflektues. Po, çfarë ide e mirë, për shembull kur shkruajmë diçka dhe gabojmë, e fshim në të shkruar, në gramatik. Edhe këtu kemi mundësi, kur e shohim një veprim tonin, një emocion që po na lëndon, një diçka që po e bëjmë gabim, mund ta fshim nga këto. Dhe është një ndjej shumë e mirë. E gjeni në librari. Librarin Duga Gjeni është editari, po, edhe pse jo, ta keni me veten, të reflektoni, edhe ashtu thua, të reflektohesh mbi jetën tënde, të zhvillosh vetveten dhe të eksplorosh pikpamje të reja ndaj jetës, është hapi i parë drejt ndryshimit dhe ky ditar ta mundson ta bësh këtë. Në ndërkohë, po kjo. Në ndërkohë, aktiviteti i fundit i Hajde Folim është këto kartat, që unë të doja shumë me Gzona ose Ardiana me më spjegu çka është puna e kartave, se nuk është lojë që duhet ta qesim çajin edhe të pim, po mund ta qesim, se jo. Po ç'a është ideja e kartave? Okej, po fillojmë po i tregoj për lojën, mandej Ardiana mund të më tregu edhe për eventin, se kemi mbajt javën që shkoj eventin pikërisht për lojën, dhe ka qenë një event fantastik, kështu që mundet me na fol më shumë Ardiana. Okej, loja me letra, koncepti lojës me letra është që përveç ditarit me qenë kontakt me vetën, me qenë, do me thonë loja me letrën e ka qëllimin me qenë kontakt dhe me njerëzit e tjerë. Ideja është me qenë sa ma afër tyne edhe me pas biseda sa ma produktive. Në krijimin e lojës kemi punu bashkërisht si ekip, po kryesisht me Liridonën dhe me Irmën i kemi formulu pyetjet. Të e pas parasysh edhe backgroundin tonë psikologji, jemi mundu pyetjet me qenë sa ma reflektuese. Loja me letra është e dizajnuar me atë formë që janë kryesisht me 4 kategori. 3 kategori janë pyetje dhe një kategori është aktivitet. Se cila kategori fillon prej matletës dhe vazhdon të rendu kategoria pak. Qëllimi ka qenë na me qenë kontakt me njerëzit e tjerë, me bisedu tema që na shta ka vite që nuk i kemi diskutu. Ideja që na po shkojmë po rrinë në kafe dhe nuk po folim kur gjo, mas 10 minutave bised për ditën e përditshme, për proceset e përditshme ditës, po e marrim telefonin dhe po rrimë 1 orë, 2 orë, drisa po qohemi dhe s'po diskutojmë ma shumë. S'ka cilësore kur gjo. Na ka bo me mendu që kemi nevoj që me pas një lojë të tillë në gjuhën shqipe, që na mundime me lujt me shoqni, me kolegë që dojmë me njoftë ma shumë, me familjar, edhe me krejt persona që mundime me mbledh bashkë, krejt 2 persona e ma shumë, edhe me diskutu tema që na bojnë edhe neve me u shprej edhe me nda disa gjana që na shta kemi prit me na parashtru dikush një pyetje të tillë që na me nda bashkë me ta. Po në anën tjetër dhe me ngu personin tjetër dhe me prezencë aktive dhe me dëgjem aktiv edhe me kontaktin, me sy edhe gjithë shka tjetër që biseda virtuale nuk mundet me zavendësu. Nuk duhet me bo hile me zgjedh pyetjen që ju pëlqen, me ndëgju. Te jeni mësu me bo hile jo. Duhet me lanë pyetjen që ajo që t'i pjen. Ose pse jo. I thu që pyetje më t'i dash me ta bo, na qalë gjitha, parë se të vazhdoni lojën, dalën për 20 sekonda dhe rrini në heshtje bashkë. Kjo është pjesa e aktivitetit. Ideja është që mos bëjmë hile në atë aspektin emocional. Sa më real që jemi, sepse shpesh thuhet tek zonë të psikologëve, ndoshta e bashkëndjen më shumë, telefoni është shpik për me i zbut largësit, në ndërkohë që është telefoni ai që i ka kriju edhe më shumë distancat me njerëz, dhe këtu karta janë pyetjet të cilat shpesh na vjen vështirë t'i themi. Unë di që ma le dikujt t'i vjen me shkru të dua se me thonë të dua, nërse jeni persona të cilë jeni mësu
që përmes telefonit me i shpreh emocionet, le t'i përdorim kartat. Eventi ka qenë i madh në promovimin. Am tregon pak për eventin, Ardian. Po, eventi ka qenë shumë i bukur. Normal kena pas shumë punë, derisa kena arrit qatë ditë, po ka shku ma shumë se perfekt. Ka pas shumë prishmeri për event, edhe plus se disa veta janë kona, mo e kena pas në tartin edhe u konë kejt e mësht. Kështu që ja kena njës në ora 6 edhe me zërë doft mi hek njerëz për eventit, ka në ora 10-11, se atë shumë kanë pas knatësi me lujt letrën, sidomos ka pas disa grupe shoqnis që e ka njoft vetë njënin tjetërën me vite, për shembull për shkollës mesme, edhe e pajsha për vete, kër u përgjithshin, apeto që dishin me përgjigjen që i vikës, se nuk e ka njoft këtë anën e shoqës ose shokëve vetë. Kështu që u konë shumë eventi mirë, edhe kena pas shumë interes për lujen e kartav, gjatë eventit edhe masa nej. Kështu u konë shumë knaqësi. Ka kërkesa për karta prej ditës e eventit? Po. Ku i gjenë edhe këtu janë në librarin duke gjenë? Kartat ende nuk i kemi në librari, mundër me i gjetë përmes platformës tonë Instagram, edhe aty mundër me i përësit. Realisht na jemi pak hala të shokum për krejt interesit që na u ka bu sidomos për lojen me letra e foljem. Jo që se kemi prit të pas parasysh se sa e nevojshme është në kontekstin kulturor tonin, do me thome pas një lojë tillë në gjuhën shqipe, po veç ideja që ka fillu interesimi qaq shpejt prej njerëzve, prej individëve të ndryshëm, na ka bu pak me undje krenar dhe me punën që kemi bu, po në anën tjetër edhe alo si pak të mos di çka është të ndodhë. Shka po ndodhë. Edhe me gjithë se ju e keni studiu, tregun dhe nevojen dhe absolutisht hajde folim si një platformë serioze me qëllime të sakta, gjithmonë e din çka don, edhe e din ku është nevoja. Unë jam të mundu me nda. Ashtu është, po, më duket kështu s'po di me nda. Hajde ta praktikojmë, se po du me pa edhe për shikus. Në ndërkohë, derisa dalin kartat në shqitje, ju në Instagram e gjeni faqen Hajde folim. Kartat dhe se janë në shqitje prej natës e eventit. Online, po. A mund ta di çmimin apo nuk mund ta themi kështu? Po besoj që mundën me ju shënu, mesazhet i kthehen gjithë secilit në Instagram, kushdo që ju shënon, edhe mandej veç e marrë informacionet e nevojshme edhe për transport edhe për. E unë që e ku pas ditëlindjen mi keni pru dhurat. Intera, Unë po mënej me bo një rubrik në emision me kartat. Misafir të nëshime lujt. A pajtohesh? Okej. Pajtona shumë. E banëm një marrëveshje live në emision. Amo besoj që çdo familje, sidomos, jo, interesant është me ishtim, shtonë mjek të Ardiani, mjek kryesisht i kam tëftuar. Edhe me qitë pak prej agjendës së tyre, edhe me ishti pak në minutat e fundit bisedet. Okej, në faketimin e kartave është edhe një udhëzues që na tregon çush luhet loja edhe qësh ndohen kartat, do me thonë janë gjithsej 4 kategori. Kategoria e parë është mos u tot. Misja kthej kamerës. Kategoria e parë është mos u tot. E cila jam? Të cila kamerë jam të kjo? Kategoria e parë, mos u tot. Kategoria e dytë? është qelu zemër. është qelu zemër. Që janë pyetjet, shkojnë pyetjet mandej të u bo pak ma personale dhe pak ma thella, edhe muhabeti i ronë është njëri prej muhabeteve që kërkan pak ma shumë investim emocional. Ma të gudzim shumë edhe me nani mirë para se me fol, edhe? Edhe ata mbanë, është po, kategoria me aktivitete, me dojnë pak prej këtyne pyetjeve në momentin që na e shohen që kemi nevoj pak për një aktivitet relaksus, arktus. Deri ku së më në teritor, po të përgjishna, hajde po shkojmë, qështë duhet, me marru një kartë apo si Po se cili prej neve me një kartë dhe i përgjigjet pyetjeve. Mi marrë për 4 kategorive ka një kartë? Jo, e zgjedh prej 4 kategorive një anën veç. Mos u tot. Okej. Hajde, se zemrën speqele. Unë me ta lexu ty, apo? Ati ma lexon mu. Okej. Nëse do të kishe një makinë kohe për një udhëtim, a do të shkoje në të kaluaren apo në të ardhmen? Trego arsyet. Okej, përgjigjen duhesh me e donë ti dhe unë me qenë dëgjuesja aktive për ty. Unë, nëse do të kishe një makinë, okej. Unë isha shku as në të kalunën, as në të ardhmen. Të kalunën jam shumë krenare me cilën e kam, e të ardhmen jam shumë kurreshtare me njoft. Kisha qëndru këtu ku jam. Shumë mirë. Ja, është e arsyeshme kjo? Po, e arsyeshme. Ideja e formulimit edhe kur i kemi bo me qikat, me Irmën edhe me Liridonën, jo domosdoshmërisht do të me qenë një përgjigje strikte, se cili kemi përgjigjet tona, përjetimet tona,
Po ideja është që kjo pyetje me të botyre me reflektu që, okej, nuk I përkes asaj, as kësaj, nuk jam të dashur as këto, po është një nevojë tjetër, një dëshirë tjetër që të bëhesh e vetëdijshme që e ki në atë moment. E mirë, po më pëlqen. A me marr tash prej tjetrës apo? Po mendoj duhem me lut në grup. Po, s'ka problem nëse ti don. Jo, hajde merre tash ti. Po bëjmë përjashtime sot në emision. Emisioni jam mund të shpik rregullat e lojës. Veç on luj ju kçirni. Okej, unë mora qelu zamër, që konsiderohet me qenë pak ma personale, pavarësisht që muhabetin e ro nuk e mora. Pyetja ime pëtët, cili ndryshimi madh të vetja të morri kohë ta pranosh? Okej, hajde gëzon. Tu thonë, shumë pyetje e mirë. Kush e pas ka shkru? Pavarësisht, po. Okej, nashta me kalimin e viteve dhe të kohës, na si persona jemi destinu me ndryshu. Ideja që ka marrë, nashta ndryshimi mas shumë t'i kohë që më ka marrë me pa të vetja, me pranu të vetja, është pjesa kur unë e kom kuptu që gjana nuk janë më sikur për para, pavarësisht dëshirës që te e ki me qenë në një periudhë që ke kalu tepër mirë ose ke pas shumë kënaqësi për jetës, me një periudhë tjetër mund të mos me qenë më e njëjtë, po është pak më e vështirë me e pranu të vetja. Edhe që ato ndryshime mandej prej periudhave të vështira, edhe na si persona si qenje njerëzore mundime me ndryshu, e që kjo pjesa e ndryshimit ka rshit që ty në situatave, më ka dasht ko me pranu të vetja. Sa përgjigje reflektu se sa e mirë. Do me thonë, është shumë mirë kur ndëgjojmë të tjerët edhe e gjejmë vetën në përgjigjet e tyre. A të kanë vetë ty që kjo? A me të zbjetër? A për mërë të parën, a? Ose, a, jo. Jo të mos dëshmërisht, na mund të me dresa dje me rahat, për shambull me marrë vesh më sot tot. Jo të mos dëshmërisht, dush me kalu në për të cilën. Okej, a ka ndonjë ëndër prej se cilës ke hequr dorë për shkak të frikës? Ku gjë Iran? Më tregu drejt jo. Unë jam shumë trimnesh kur vjen puna të ëndrave të mia. Nëse më tekët diçka zakonisht e baj, pa menu, pa kur gjak, për shembull kom jetu edhe në Gjermani, edhe në Kosovë, edhe në disa vende ndryshme veç prej një idesë, kështu që I shikoj për shembull ka unë Afrikës nëse tutën prind të mi pe diçkahit, unë e dona me bo pa tjetër. Se puna Afrikës është që veç s'ke pas provojnë ma për para edhe pa tjetër do të me provo. Kështu që s'besoj që kam, po kam qatë mi provo këtë zanat njëherë. Bravo, edhe po m'lem për shtypje edhe m'duhet me thonë me gjithë se është jeta jute private edhe nuk kemi të folë për ta, po ka arë prej Amerikës, dhe me thonë ka hek dorë prej jetës karierës atje për me arë në Kosovë, me punu në vendin e saj, edhe me bo ato që ka I ka thonë zemra e vetë. Edhe kjo për një me është për me duar të rëkit, unë ja thash para emisionit që I du njerës që ka një karakter dhe vendosin dhe I din sak që ka dojnë, shu që bravo. Edhe ku I roble kortë, po më përqen. Tash a I bjen që unë duna me marë këtë aktivitetin, a? Cilin do që dënë ti, jo do mësë dëshmëresh, po nëse je kurioze me pa edhe këtë kategori. Hajde peshojmë, hajde të parën të marë. Hapet në fund të lojës, bëni plane për të takuar sërish vendosni një danë. Të mërkurën e arshme. Po thirrim edhe mysafirët dhe po lujna. Se po më pëlqen shumë aktiviteti. Jo, po du me marrë dhe një qelë zemër. S'di pse po menoj që po du me qilë zemër djemë sot. Që kjo është edhe ideja e lojës me letra, se ti na shta në fillim heziton edhe 2, 3, 4, 5 herë më nësh me marrë lojën, do me thonë kategorinë. Mos u tut, po mandej kur ndëgjon edhe njerëzit e tjerë tu I nda përvojat dhe përjetimet e veta, sikur edhe ti bëhesh kurioze me pa çka mundet më u kon pyetja për ty ose çka unë më me reflektu në çdo momente edhe e kemi vrejt edhe për I përvojës para ditë edhe te eventi, se zakonisht përpara se me I qitë në treg, kryesisht I kemi praktiku edhe me ekipën tonë dhe persona tjerë që me marrë feedbacket ndryshme. Dhe atë ditë në event e vrejta edhe këto. Në momentin që fillishin tjertë dhe me I ndoj eksperiencat e veta edhe personat sigurishin pak kurioz me di çka ka mirua atyne, për çka kanë më bot vetëdijshëm ata gjatë procesit lojës. Sa mirë, kjo në fakt se një seancë grupore të psikologu, sinqerisht. E ndjen qelesh edhe zakonisht ajo ndjesia e komoditetit me nda mendime dhe me ndje bashkëndje mendime dhe përvojat e të tjerë.
njerëve është goxha një shlirim emocional dhe këta duhet ta praktikojmë edhe me karta dhe pa karta. Për çfarë dhe ekzistojnë shoqënia ngushtë ose motra ose vllau që nuk e akumulojmë një emocion dhe e qesim. Dhe këto karta ndihmojnë pikërisht për këto. Cila është një mënyrë që kem mësuar për ta dashur veten më shumë. Shumë shkort, edhe thamë shumë shpesh, edhe fëmijëve jam thamë, se jam nane 2 fëmijëve, që për me i bind të tjerët me na dashur dhe me na vlerësu, na duhemi me dhënë energjinë që e dojmë dhe e vlerësojmë veten. Dhe është vetëm një mënyrë që e reflektojmë tek tjerët. Nëse veten se respektojmë dhe në vlerësojmë, patjetër që ja japim në dorë mundësinë me na vlerësu dhe mos me na dashur edhe të tjerë. Kështu që këto e thash se e tham edhe e ndoj shumë shpesh, edhe nuk e zgjedha, nuk bona hile, se i rase e gjeta ato që ka dashta. Po më pëlqen shumë edhe pse jo, duhet me pi kafe me bo një rubrik në emision. Një bashkëpunim që unë një du shumë projektet që punojnë për komunitetin dhe diçka që komuniteti përfiton, si nga ana psikologjike, emocionale, si nga ana e vetëdijësimit dhe ngritja morale e vetbesimit. Kështu që kjo po më pëlqen, ideja hajde folim, për ndryshem duhet me sqaru shumë saktë që s'ka të bëjmë me parti politike, s'ka të bëjmë me fushata politike, e kanë sloganin e njëjtë, po këta e kanë prej dy ministernitës, kështu që me qëllimin e qartë që është prej dy ministernitës dhe vazhdojmë. Mos ta përzi me sloganin partijak që po përdoret ditëve të fundit, është thjesht një slogan që është marrë, nashta se kanë ditë. S'po du më gutë me folë. Egzona Ardiana, unë ju falenderoj shumë që keni gjithë kohë me arë. Dhe do doja shumë që fillimisht ju thamë që e keni dirën hapë të familja jonë çdo herë për secilin projekt që e sillni në treg. Çka do që ka të bëjë me të mirat që i sillni komunitetit të unë e keni dirën që çdo herë. Edhe pse jo të luajmë dhe ta bëjmë një ide bashkë, mund të ndihmojmë shumë komunitetit. Me shumë kënaqësi, shumë faleminderit për ftesën, për mundësinë të e pas parasysh që Hajde Folim është një platformë e cila punon në bazë vullnetare, nuk është që kemi donacionet të ndryshme ose buxhet të jashtëm, do me thonë i gjithë fitimi është i joni pro bono. Kështu që unë po të vlerësoj shumë ty, mas pari për ftesën dhe për këtë energji gjatë kësaj interviste, edhe për mundësinë me i paraqitë edhe tek njerëzit mundësinë për me i ble, po gjithashtu edhe me ndo bashkë me ta për mbajtjen që i kanë këto produkte. Shumë kënaqësi, Ardian, faleminderit shumë për ftesën edhe për pasionin që e keni edhe jo, për miqenin mendore edhe për të nëndë. Kështu që shpresoj që vazhdojmë e punë. Absolutisht, po, këtu jemi bashkë. T'ja vlojmë shikuzve një pyetje që ata të reflektojnë me vetën. Për cilës kategori? Atë zgjedhë unë vishka bënë ti... Hajtë mua beti ronë, masi vishkan me të reflektim ty në. Nëse e në shpe, është pas dite, për ja vlojë këtë pyetje dhe folni me vetën pak. Çfarë të frikson më shumë, ndryshimi apo të qëndrosh aty ku je? Mendoje mirë. S'ke nevojë patjetër me qenë para pasqyrës për me fol me veten. Olu, shtriu, mbyll syt, merr frymë, edhe pyet veten, çka të frikson më shumë? Me ndryshu atë ndjen që nuk po të bën të lumtur, apo me qëndru aty ku je? Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me punën apo vetëm me jetën e përditshme. Mendojeni mirë dhe përgjigjuni vetes, jo neve. Këto karta janë shumë reflektuese. Faleminderit vajza shumë. Shumë faleminderit ju. Dashurisht do të shkojmë në diçka tjetër. Shkolla finlandeze para pak ditëve e ka pas një super aktivitet. Fëmijët e kësaj shkolle e kanë pas panairin e shkencës, ku na kanë mahnit me punimet e tyre të së kaluarës, të tashmes dhe të ardhmes. Kanë paraqitur aktivitetet e ndryshme, duke filluar nga sporti, arti, jetesa, kafshë, çdo gjë tjetër, si kanë qenë, si janë dhe si e shohin inovacionin teknologjik që do të ndryshoj. Vazhdo ta ndjekim materialin që Bubulina Peni, gazetarja jonë, e ka sjellur për familja jonë.